Lexova Kur'an me shumë knaqësi, Zoti thot këshillat na bëjnë shumë dobi. E di nuk priton, babi të kam yll, nga përvoja jote më jep një këshill. Do t'i them ca vargje me plot urtësi, nga libri i Zotit për plot mirësi. Do të bëjmë dobi, të jesh i sigurt, këshillat të birit nga Lukmani urt. Pres me padurim, babi më trego, asgjë Zotit tim unë mos i shoqëroj. Si më ke mësuar, e them vetë sa i radhe, se sheku ndaj Zoti, pa drejtësi e madhe. Falle bir namazin, urdhro për të mirë, pengoje të keqen, sillu me mëshirë. Dhe çdo gjë në jetë, ty që të godet, bëhu i durueshëm, burr i vërtet. Kur je në namaz, zemrën tënde ruje, ruje gjuhën tënde, fjalën kur e thue. Ruaje shikimin në shtëpi të huj, mos i nënçmo tjerët, me njerëz mos luj. Jemi urdhëruar, prindët i dëgjojmë, du themi fjalë të mira dhe mos t'i lëndojmë. Si me ja këtë fjalën, babës edhe nanës, rreth juve ndihem si yjet rreth hanës. Bëhu i devotshëm çdo herë për tregti, je poç dhe për vete, në poç mos me hy. Nëse në vegjëli ke mësu kultur, përfito prej saj kur të bëhesh burr. Kur je nevojtar, mos e ndjen në shesh, se pastaj pran njerëzve as pak vlesh do kesh. Çdo gjë që të duhet, ndalu thuaj Lotit, kërko vet nga deti, prej mirësive të Zotit. Kur han edhe pin, shih mos e tepro, këtu shkruajnë dy gjëra, kur mos i haro. Mos haro Allahun, Zotin fuqi plot, mos e haro vdekjen, sa ti jesh në këtë botë. Bëhu i qëndrueshëm dhe mos u dobëso, dhe këta dy gjëra kur mos i kujto. Kush të ka bë keq, mi kujti ke bë, këta dyja haroj, mos i përmend më. Me selam çdo njerin me përshëndet, para se tu flasësh dorën ua jep. Në mendosh se fjalët prej argjendian, heshtja është flori, më shumë vlerë ka. Historia e Jahjes a.s. A dini ju kush ishte Jahja a.s.? Ai ishte një profet i dërguar nga Zoti dhe kishte një mision të rëndësishëm, të udhëhiqte njerëzit në rrugën e drejtë dhe t'i ndihmonte ata të largoheshin nga mëkatet. Jahja lindi në një kohë kur shumë njerëz kishin harruar Zotin dhe jetonin në mëkate. Ai ishte i biri i Zekerias a.s., një tjetër profet i njohur. Babai i tij, Zekeria, ishte një njeri i vjetër dhe nuk ishte pasur pas ardhës deri atëherë. Pas lutjeve të sinqerta, Zoti i dha Jahja një dhuratë të madhe. Kjo ishte një mrekulli, pasi Zekeria ishte shumë i moshuar dhe gruaja e tij gjithashtu ishte e moshuar. Jahja ishte një djalë i pastër dhe i devotshëm, që ishte gjithmonë i gatshëm të ndihmonte njerëzit dhe t'u jepte udhëzim për të jetuar në një jetë të pastër. Ai mori mësime të forta nga babai i tij Zekeria dhe gjithashtu jetoi në një mënyrë të thjeshtë dhe të pastër. Misioni i Jahjas. Që kur ishte i ri, Jahja a.s. filloi të predikonte njerëzit. Ai u tha atyre që të pendoheshin dhe t'i ktheheshin Zotit, dhe gjithashtu theksoi se duhet të jetonin në drejtësi me paqe me njëri tjetrin. Ai u kërkoi që të mos i shtypnin të varfrit dhe të drejtonin zemrat e tyre nga Zoti. Jahja ishte i njohur për mënyrën e tij së jetesës. Ai jetonte në një shkretërir dhe i kalonte ditët e tij në lutje
dhe adhurim të Zotit. Ai vishte rroba të thjeshta dhe mbante një lëkurë dhije, duke i përkushtuar vetëm Zotit dhe misionit të tij. Ai e kishte një shpirt të pastër dhe nuk kërkonte asgjë për veten. Pavarësisht nga pasuria që mund të kishte fituar, ai përqafonte një jetë shumë të thjeshtë. Njerëzit vinin te ai për të dëgjuar mesazhin e tij dhe për të udhëzuar, dhe ai kur nuk kishte frikë të thoshte të vërtetën. Sfidat dhe kundërshtimi. Megjithatë, jo të gjithë njerëzit e pranuan mesazhin e Jahjes alayhis salam. Disa njerëz që ishin të pasur dhe të fuqishëm, që ndiheshin të kërcënuar nga mesazhi i tij, e kundërshtuan dhe e kritikuan. Ata nuk donin të ndihmonin të varfrit dhe nuk donin të merrnin parasysh udhëzimet që Jahja u jepte. Ata ishin të kënaqur me jetën që kishin dhe nuk donin të ndryshonin. Në veçanti, Jahja kritikoi sundimtarin e kohës për padrejtësitë që ai bënte. Ai akuzoi atë për marrëdhëniet e tij të paligjshme dhe të padrejta, dhe u bë një simbol i luftës çdo lloj padrejtësie dhe shtypjeje. Jahja tha të vërtetën me guxim, pa pasur frikë nga pasojat. Kjo e zemëroi shumë sundimtarin dhe ata kërkuan të menjanonin Jahjan. Jahja dhe dënimi i tij. Për shkak të kritikave të forta ndaj Jahjes dhe sundimtarëve të pasojave që kjo kishte, Jahja alayhis salam u bërgot dhe u dënua. Ata që ishin në pushtet kërkuan që ai të zhdukej, sepse ata e konsideronin si kërcënim për pushtetin e tyre. Pas një periudhe të gjatë, Jahja alayhis salam u vra për shkak të besimit të tij të palëkundur në drejtësi dhe të vërtetë. Mësimet nga historia e Jahjes alayhis salam. Besi dhe besnikëria ndaj Zotit janë të rëndësishme. Jahja alayhis salam ishte një shembull i devotshmërisë dhe besimit të pastër. Ai e mbajti besimin e tij të fortë edhe kur i u bë një lloj e vështirë. Të luftosh për të drejtat të varfërve dhe të shtypurve është detyrë e çdo besimtari. Jahja gjithmonë u kujdes për të varfrit dhe nuk pranoi të drejtat e padrejta që njerëzit e pasur dhe të fuqishëm kërkonin. Të thënit e të vërtetës dhe mbrojtja drejtësisë është edhe kur është vështirë. Është një vlerë e madhe. Jahja alayhis salam na tregon se edhe kur gjërat janë të vështira, duhet të qëndrohemi të drejtë dhe të guximshëm. Përfundimi. A ju pëlqeu historia e Jahjes alayhis salam? Çfarë mund të bëni ju për të ndihmuar ata që kanë nevojë për të luftuar? Unë nga kjo histori kam mësuar se që të jesh i lumtur duhet të jesh i devotshëm dhe të besosh Allahun.